Kisha e shekullit të 16 ku Papa Francesku vendosi të varosej dhe legjenda e Borës së Gushtit. Një javë para se të vdiste, Papa Francesku ishte larguar nga Vatikani dhe kishte vizituar një kishë në Rom për të lutur. Ishte Santa Maria Maggiore, e njëjta kishë në të cilën ai kishte vendosur vite më parë të varosej. Francesku bëri 10 vizita në Santa Maria gjatë 12 viteve të papatit të tij. Ai u lut asaj herët në mëngjesin e 14 marsit 2013, një ditë pasi u bë pap. Ai kishte shkuar atje për të lutur për përfundimin e pandemisë koronavirusit në vitin 2020, ndërkohë që izolimi ishte në fuqi, por edhe pas operacioneve abdominale që kishte bërë në 2021 dhe 2023. Ai zgjodhi të njëjtën kishë për të lutur përpara çdo udhëtimi të tij vendit. Tempulli ndodhet 4 kilometra larg Vatikanit, raporton Reuters, dhe është një nga 4 bazilikat papale në Rom. Tavani me fletar i kishës thuhet se është bërë me art të sjellë nga bota e re, nga Kristofor Kolombos. Brenda kishës është një ikonë e Virgjëreshës Mari. Salus Populi Romani, për shëndetin e popullit romak, një vazo me trëndafila të artë e dhuruar nga Francesku në vitin 2023, qëndron mes shandanëve poshtë figurës. Në të njëjtën kishë ndodhet një statuje e Marisë si mbretëresha e paqes e porositur nga Papa Benedikti XV në vitin 1918 për t'i kërkuar Zotit t'i jap fund luftës së parë botërore. Historia e tempullit shkon prapa në shekullin e 5, një monument i gjatë nga kohët e hershme të krishterimit. Ajo themelua në vitin 432, një kohë pas koncilit të Efesit që shpalli Marinën e Zotit. Është e vetmja bazilik në Rom që ruan strukturën e hershme të krishterë, zakonisht një ndërtesë drejtkëndshme, megjithatë janë bërë shumë shtesa të mëvonshme. Një legjendë e përshkruan në një mozaik të shekullit të 13 në një balkon të bazilikës tregon për një rreshje të mrekullueshme të borës verore që ndodhi në vendin e kishës ku ndërtua kisha më vonë. Romakët mblidhen në 5 gusht për të festuar mrekullinë e La Madonna della Neve, Virgjëreshës së Dëborës. Legjenda thot se një çift i pasur pa fëmijë donte t'i dhuronte gjërat e tyre Virgjëreshës Mari. Ajo u shfaq në një vegim dhe u tha atyre të ndërtoni një kishë përndër të saj ku do të ndodhte një mrekulli. Një natë gushti 352, thot legjenda, bora ra në kodrën ku ndodhet sot bazilika. Lidhja shpirtërore e papës me kishën. Në testamentin e tij të publikuar ditën e vdekjes, Francesku kërkoi të varosej në një varr të thjeshtë. Në testamentin e tij të publikuar ditën e vdekjes, Francesku kërkoi të varosej në një varr të thjeshtë në tokë dhe jo në kripte. Ai kërkoi që në gurvarit të shënoi vetëm fjala Francesco, emri i tij në greqisht. Vendimi i Franceskut për të varrosur larg Vatikanit thyen një traditë që ka zgjatur për më shumë se një shekull. Papa i fundit që varosi jashtë Vatikanit ishte Leo i 13 në 1903. 7 papë dhe disa personalitete janë varrosur në bazilik, duke përfshirë kardinalin Bernard Lau, ish kryepeshkopi Bostonit i njohur për rolin e tij në fshehjen e abuzimit seksual të fëmijëve nga priftërinjt. Papa i fundit që varos atje ishte Clemendi IX në vitin 1669. Në të njëjtën kishë është varosur dhe skulptori dhe arkitekti i madh Gian Lorenzo Bernini, i cili ndër të tjera ka projektuar sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan.